që ka mujtë me pas marrëdhënie homoseksuale me dikon tjetër, pra thëtë që një gay ka folë për marrëdhënie potenciale me dikon tjetër. Se aludohet për noizin. Unë për vete mendoj për noizin të pas ka qenë etiketim i drejt për drejt? Jo i drejt për drejt, kalon shumë në kuptu, unë muna më jahuq me të madhe, muna më konë shumë gabim, po konsideroj edhe të e pas parasysh që gjithmonë reperat disa me njëri tjetrin kanë qitë në për tekste, herë direkt e herë indirekt, të e pas parasysh krejt që dramën mes tyne dhe mungesën e simpatisë për thame dhe një farashmicie që kanë pas mes vete, unë për vete nuk e shoh dhe largmenve që kanë bujt me qenë edhe disi për noizin. Sepse nuk është edhe hera parë, mos harrojmë që edhe Tajna, që për mushë në rastësh me përmend Tajna, një prej këngëve të saj, se nuk e din fal me emër, po e thotë që ju në për aftira boni P. Diddy, edhe kemi shumë të nësha parasysh se çka është ndodhur me rastin e Diddyt aty në Amerikë dhe sa e ka shoku skenën ndërkombëtare të kësaj industrie. E konsideroj që raste të tilla ka dhe të na. A ka shumë sekrete Patjetër që po, autostrada, patjetër që po, ka gjëra që i dijon, e ka edhe shumë gjëra që nuk i dijon. Ka ngjarje të tilla si rasti me P. Diddyn? Ka për fat të keq. Ka menaxher nësha që kanë shfrytzuar jashtëzakonisht shumë hapësirën dhe pushtetin e tyre për me kërku favore seksuale ndaj artistëve kryesisht të reja që i kanë marrë. Nuk muna me drejtu gishin të asnjë, sepse ajo është histori që i takon dikujt tjetër me tregu, por ka menaxher që kanë keq shfrytzuar. Ka hala që vazhdojnë me e keq shfrytzu. Pasi kemi pasur edhe gjëra ndryshme që njerëz që kanë pasur më shumë famë kanë shfrytzuar famën e tyre në raport me kudion e qikat e tjera ose me djemt e tjerë varësisht. Mendon se këtë raste agon janë më shumë të fokusuar në Kosovë apo në Shqipëri? Interesant. Nërsa në Shqipni, se dyqysh konsideroj që mënyra se qysh bëhet atje showbiz është pak ma dinake se sa qysh bëhet në Kosovë. Adin konsideroj që këtu njerëzit janë pak ma... Apo bazohesh? Se di, atje dyqysh ndodhin dhe drama që unë mendoj që janë shumë falso. Për shembull, unë njoh personazhe prapë kur kom qenë më i përfshirë në industri, personazhe që publikisht thonë diçka tjetër mbrapa kamerave të njëjtin person që e lavdërojnë para kamerave e shohin mbrapa. Edhe mendoj që se di këtu në Kosovë janë më pak në numër, edhe kam parë që nuk është që ja shojnë hajrin konkurencës njëri me tjetrin. Unë veç më du me thonë që këta muzikët dhe noizit të dy t'in artistë jashtëzakonshëm edhe dyqysh konsideroj që to drama e pak fëminore janë interesante, pa tjetër, anar këtoj neve pa tjetër që po, a himna profile të dëve me këshirë pa tjetër që po, pikresht, ama konsideroj adin që në dyqysh gjese shumë të vogla me u marrë me këta. Ta shumë s'po pres që këta zbulojnë ku me ditë qka, sepse të ke fund janë profesionin e tyne, pra të e bua të që e bujnë mas miri muzikën, për që nështë në veqenë pak ma të kujdesur në disat publike. Edhe prapë, unë mendoj që qatë dis ka qenë kryesisht për noizin. Sepse mendoj që edhe tekstin që kongën që e kam bashkë noizin me Loredanën, si pas mendimit tam, prapë nuk di me e bazu, është veç të i një dëgjana edhe që nuk gudzoj me thonë, për edhe në përgjithsi që e di që funksionojnë, edhe që kanë me emensin e tyne artistët shqiptar, edhe në tekstin tyne ka gogja material nësha për milion disa. Dhe ndër të tjera mendoj që edhe do publikimi, kër i ka bo noizin me Loredanën, i ka pas do captions edhe do tekste që leme nuk kuptu si një farë disi, adin se ashtu heqëre në me eksin të njëm të ndajtë. Se që dini që këto gjana adin edhe në tekstin kështu funksionojnë. Që që nëse që ajo akuz ka qenë për noizin, apo e akuzon noizin për diçka gogja të randë, ose nëse nuk ka qenë për noizin për këndo që ka qenë dhe për ftyrë publike, me dhe që cilin do reper që e këshëm akuzu për diçka të tillë është randë, sepse dërë të tjera po flasin për një vepër jo legale. Pra, aludimi publik, jo aludimi fakt, por me thonë publikisht seksualitetin e dikujna pa miratimin e tyne është një diçka e kundërligjshme. Mos nuk po di ligjit me hi saktësisht, mos më shini se veç dalë keq, se nuk e di cili legje çish e thot. Po ata që din mas mirë të ligjin mundin me argumentu. Agon, faleminderit shumë për gjitha informacionet dhe mendimet të tua që i dhe në lidhje me ngjarjen e orës së famshme të muzikës. Kënaqësimet pas në studio. Faleminderit shumë. Vlen më përmend që përkundër që kam shumë shpesh ndërvista, këtu jam një shumë rehat, kështu që përkundër juve dëve për njëri që bërim një mysafir edhe thërrni më shpesh me çfarë. Veç ajo që vjen. Po, çona me 2 orë gjumë sesa me shumë çavi. Faleminderit shumë. Ne më undi shumë mirë, Agon. Faleminderit shumë. Po para se të shkputemi nga kjo pjesë, po du me lexuar një reagim në fakt nga vetë gjestet që ka publikuar në rrjetin e tij Instagram, një Instastory, në fakt është një reagim njoftues. Me zemër të thyer ju njoftojmë se sot me 27 shtator në ora 17 do të mbahet ceremonia e varrimit të Eldion Kelmendit në varrezat e fshatit Pavlan Pej. Jemi pranë familjes në këtë moment të rëndë dhe ju ftojmë të kujtojmë me respekt e me lutje. Në fakt, ky njoftim është i bërë nga vetë ekipi i gjestit. Edhe njerë i shprejmë kushlime e gjesit dhe gjithë familjes Kelmendi. E tutje, vazhdojmë tek kronika e Gentës, e cila ka shku në banesën me qerat të kandidatës për kryetare të Prishtinës, Besa Shahine, e cila flet më shumë rreth jetës së saj, por edhe jetës bashkëshortore me Dardan Molliçaj, po edhe nga pjesa e politikës, kështu që e ndjekim storjen e vazhdim.